Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, takohemi në emisionin e radhës podcastit ton. Jemi në emisionin numër 58 dhe sonte do të ndalim tek sporti i basketbollit. Jo me kod në studio kam një 2 metrar, një nga emrat më të shquar të basketbollit shkodran shqiptar të viteve 70-80, zotin Avenir Kalaja. Zoti Kalaja, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Është bukur të jesh një person i vlerësuar në gjithë ambientin sportiv shkodran dhe shqiptar, pikërisht për atë çfarë ke dhënë sportit. Faleminderit për ftesën. Është gjithmonë sporti është emocion, është dashni, është respekt, është konsiderat, është misi. Sporti është ai që i bashkon njerëzit, sportin në momentet veçanta i dan edhe njerëzit. Se ndodh që i dan? I dan, patjetër. Ka neshje shumë të vështira, atë birtat bëjnë me hile, edhe mbahen njerëzit. Me që përmendën basketbollin dhe termat e kësaj loje, në fakt ka një term tjetër që basketbollistët janë intelektual. Patjetër. Bile para brezit tem, kanë kenë një brez, basketbollistat që 5-6 kanë kenë mësuesa matematiket. Unë kur kam fillu sportin, e kam fillu në shkollë 7-nënori. Dhe çuditërisht kam pas mësues mjeshtrin e madh të sportit, Renato Radojen. Ma vonë kam pas edhe trajner. Mirë pra, është një koincidencë, duke kënë se shtëpinë e gjyshit e kisha në stadium, u bashin garat e atletikës për fëmijë. Dhe kur u bashin garat e atletikës për fëmijë, me që isha i fëmijë i shnosht, më thirrën me hedh gjylen. Dhe profesor Zydi Bakalli, që unë e kujtoj me shumë respekt, një njeri pasionant, një njeri i humorit, dhe të hajde me hedhë gjylen. Unë zdi me hedhë gjylen, i thëmë. Çuditërisht ishin një grupë fëmijësh, unë isha më i gjati, më i shnoqështi, dhe zuna vend tretë. Pra, ke filluar në atletik? Në atletik. Erdhi Mys Vorfa edhe Todor Lashova, edhe më thanë më ardhë në atletik. Nuk në gjojshë më shku në sport. Ma i fuqishëm që më detëroj me vazhdu sportin, shka su ba profesori jemi matematikës, Luan Shatku, që një basketbollist, një emrin një nga emrat e njohur të sportit basketbollit. Dhe Luan Shatku më aktivizoi në Spartakadin e fëmijëve në Peshkopi për herë të parë. Aty isha në moshën 13 vjeç. Mos u kthyme nga Spartakada e fëmijëve në Peshkopi, unë e lash sportin. Si u ndjeve si basketbollist, sepse thatë nuk ishin ndonjë dëshirë të madhe tek atletika, po tek basketbolli, patë ndonjë lidhje afërmiteti me këtë sport? Pati lidhje se ne në atë kohë ishim më afër, ishim shok, ishim miq, ishim i grup fëmijësh që rrishim tonë kohën bashkë. Edhe u detyruam, për shembull, disa jetojnë, disa dhe nuk jetojnë. Ishin shumë talentuar, të i pa ato, thoshin, që mund të merrem unë kur ky vrapon shumë më shpejt se unë, është më i saktë se unë, lëviz më shpejt se unë, gjuhën unë zi me gjujt, a i din me gjujt. Kush ishin këto më të mirë se ti? Në madh mend? Patjetër, Nart Skëteri, që sot nuk jeton, ishte Ferdinand Temali, që nuk jeton, ishte Nart Qyteza, që ma vonë e kisha shok ekipit të Vllaznia. Ishte ma shok të mi që ma vonë pata një jetë gjatë me të në sport. Hidayet Kodri, Lorenz Moshi, të ishin në... Po ishte grupi i Sokol Lazanit, vllaz Kora Vllazanit, ajo bashkas që ma dhenë televizi dhe të marrë rrugët e Tiranës. Dhe cili ishte arsyeja? Filluar shkollën? Shkollën në Ushtarake Skënderbej. Kur kam shku në shkollën Ushtarake Skënderbej, atje gjeta një grup njerëzish me një disiplinë të hekurt. Por ama gjeta dhe njerëz me emrin të madh në sportin shqiptar. Për herë parë kam pas trajner një basketbollist që unë si basketbollist nuk mund ta njoh, veç sa kam një gjuhë për të tjerëve, ka qenë, por mi gjitha për një gjë njoh, për një njeri të mrekullueshëm,
njeri të humorit, Që ishte? Njarës Dheshi. Me Njarës Dheshi kemi ftu kampionatin e parë të rive. Edhe maj mend si sot, unë nuk kam kënë pjesë e formacionit, ka kënë lojtarë që më vonë ju afrunën edhe ekipit kombëtar. Disa tjerë për arsyet ndryshme lajnë sportin. Disa tjerë patën një element të madh dhe shkëlqyen në sport. Për shembull, Agim Fagu. Në të përikohet, vllai Agim Fagut ishte 15 vjeç dhe më vonë u bë trajner edhe i ekipit kombëtar të basketbollit shqiptar. Arben Fagu. Aty në atë kohë të Partizani kishte kërkesat mëdha llogariet, kishte nivel, po mi gjitha kishte ndihmë për njëri tjetrin. Ishte, në qoftë se mund ta krahasoj, se unë jam pak tifoz me Gjermant, por ja Barcelonën e simpatizoj, ishte një Barcelonë Partizanin në shpejtësi, në lëvizje, në shoqëri. Në të gjitha këto Partizani ishte nër tjetër, qoftë për stërvitjen, qoftë për personat që ishin në stërvitje, me kërkesën e llogarisë, edhe duhet ta thonë, kishte standard tjetër ekonomik në raport me qytetet tjera. Dhe kjo ishte një ekip i favorizuar. Ekipi ministrisë. Jo i favorizuar, më tepër për kushtet më të mira normalisht. Kushtet më të mira kam pas një shok që kam lyt me te, një djalë që një basketbollist shumë i mirë për periudhën kur ka lyt. Thotë që edhe fanelet i kanë më të bukura se na. Thotë kështu që sa dalin thotë janë me pikë përpara se i kanë fanelet më të bukura se na. Tek Partizani qëndruat gjatë? Te Partizani kam qëndruar 5 vjet. Në Partizani për mu ka qenë një shkollë e madhe. Aty kam pas fatin e mirë të kem emra të mëdhenj të basketbollit shqiptar, që e thëmë pa frikë, ndoshta për kohën mund të kishin luajtur edhe në Europë pa frikë. Për shembull, Gim Fagu është që nuk diskutohesh. Nikolin Pali ishte Shkodran, par një Shkodran i veçantë. Një qendër klasik, një qendër që mund të lutet me çdo ekip të Europës. Ishte një basketbollist që mund të lutet kudo. Për shembull, më mend edhe kur në neshjet e jashtme që ne i nishim nga Stoli, në periudhë kur Partizani kishte neshje të ndryshme, Nikolin Pali ishte lojtar i jashtëzakonshëm. Mana Partizani u fuqizu edhe në aktivitetet ndryshme merrte lojtarë edhe nga ekipet tjera. Për shembull, i pa arritshmi Viktor Papavangeli. Viktor Papavangeli për mua është një ndër basketbollistët më të mirë që ka pas Shqipëria. Jo për kohën, po edhe sot. Edhe sot Viktor Papavangeli për mua man një emër të madh në basketbollin shqiptar. Se unë nuk mund të flas në qoftë se Renato Radoja është një shkencë në vedi, një shkollë në vedi, në triplim, pasim, në gjujtje. Viktor Papavangeli ka qenë një lojtar që ka kërcyer shumë dhe ka mbrojtur shumë mirë. Edhe ka qenë një pikë qenues shumë i mirë. Tek Partizani sukses me të rit, pastaj me të rritur besoj. Pastaj me të rritunit. Me të rritunit kam rruar shumë trajnera, por ruaj konsiderat se më vonë në Partizani ka marrë në aktivitetet ndryshme që ka marrë pjesë në Kupat e Europës, në Turqi, në Bullgari, në Itali, por ruaj konsideratin e një ekipit që Partizani ishte Partizan. Kur ne luftoheshim edhe me Partizanin ishte pak vështirë me fitu. Kishte edhe përkrajën, me keni sinqert, kishte përkrajën e federatës. Që vetëm një logjikë si shkosh. Në gjatë gjithë kohës që Partizani gjatë karrierës teme sportive, kur është mbledh ekipi përfaqësues, 7 lojtarë kanë qenë Partizanit. Pjesa tjetër pastaj për gjithë ekipet e tjera. Me ekipet e tjera.
Nuk e shumë. Për shembull se ka pas sportista dhe nga qytetet tjera, për shembull mund të përmendni dy vëllezërit e saktë të Elbasanit. Me kanë sportista shumë. Ka pas sportista që mund ta kenë merituar me lujt, pa kohë ka shumë, po përgjithsisht Partizani ka kenë emblem e basketbollit shqiptar. Ato neshjet e fuqishme Partizan Tirana u theshin shkollët e pallatit. Fillot e rrolla natën me marrë bileta. Dhe fillot e rrethoshin pallatin prej të zogu i zi, për me hinë pallat, u do të me paraqit biletën, se nuk lejoshin me kalu, menoj e se sa vetë, sa ka bleku bani. Ju keni video, mund dhe shme pa, qëfar zhurme, qëfar tifozlegu, qëfar, po ishte pasion. Nuk dite kush me sha, nuk dite kush me azhu, gjithë se cili bëtë tifo në nërën e vetë për skuadrën e vetë. Për shembull, ka kënë një neshe që e kujtoj sot Partizan Tirana. Roland Topalli në sekondat fundit i hoqi kampionatin Partizanit. Edhe marrë nesha lojtar të përqafon. Për në sekondat fundit. Ju keni pas fatin të fitoni edhe trofe me Partizanin? Kam pas fatin të fitoj disa trofe. Po nuk e shaf të arsyeshme me përmend çka kam fitu. Kam fitu me gjitha njerëzit, respektin në njerëzve. Nuk ka rëndësi se kam marrë këtë çmim ose kam marrë çmim. Rëndësi ka kur njerëzit të respektojnë. Nga herë në vjeron kur njerëzit thojnë profesor, se profesorat janë ba shumë, janë ba me kile. Dhe vjeron kur thojnë profesor, me të fitosh emrin profesorat Gjomalle. Unë kam dalë me Partizanin kampion me të rritë, kam dalë me Partizanin kampion me të rritunit, kam fitu Spartakiat të rritë kombëtare me Partizanin me të rritunit. Më vjen keq se kam një peng që me vllaznin nuk dola si herë kampion. Fitova vetëm 2 kupa Republiket, dola disa herë në finale me hatëra, pa hatëra, me ashtu është si ishte koha, nuk mund të gjykoj, nuk arrit me rra si herë Partizanin. Për të keni sinqert, asnjëherë nuk e kemi rra Partizanin. Folëm deri kryesisht për periudhën tek Partizani, por me pas erdhi kthimi në Shkodër. Shumë prej shkodranëve mbetën në Tiranë. Ju pse u kthyen në Shkodër? Familja. Familja ishte shkaku kryesor që unë ktheva. Humbi baba syt dhe u detyrova të kthehem në Shkodër. Familja tek ne ka kënë diçka shumë e shenjtë. Dhe ne kemi pasë në familje të shenjtë kena pasë edhe në ekip. Pra kemi kënë shumë afër njëri me tjetrën, kemi kënë miq, kemi kënë shok. Bile disa nuk kam qef, disa kur i takoj disa prind njerëz që unë kam lujt me ta, që i kam huma ta shok, mihem keq, se mosha ban punën e vetë dhe e kupton se sa afër i ke pas. Sporti ka bashku shumë njerëzit, por sot sporti ka marrë një zhvillim, por ka punë të madhe për me ba. Keni qenë 20 vjeç kur u kthyen nga Tirana? Fiks 20 vjeç. Në shtator të vitit 75, në tribun të njekat neshin e famshme që i ka met një histori edhe me 3 lojtarë, e kupa e vllaznis. Ju keni qenë në tribun? Tribun. Në shtator 75. Ka kënë kupa vllaznis. Ju ishit pjesë e vllaznisat për Ja, isha të një atëherë sa isha liru për ushtërinë. Raimond Rasha, Medo Bajri dhe Agim Haliti. 3 kundër 5. Gjergji mos më ngacmo për atë neshe, se ajo neshe është një neshe që njerëzit e vlerësojnë, mundohen me dhanë vlerë, po a ishte më tepër çfrym. Njerëzit kishin urrejtje për sistemin, për gjendjen ekonomike dhe e idealizuan në të mas që thonë në ashtu.
Se pjesa më madhe sportive të Partizanit, ata që kryesorët nuk kanë qenë aty. S'kanë marrë pjesë në të neshja. E për shembull, se basketbolli ka pas një të mirë. Ka pas sportdash shumë dhe sportdashët e basketbollit vjen keq ta them, por kanë më tepër intelektual. E ka njohur mirë lojën rregullore në çdo tjetër. I bite herë njëri arbitër, herë arbitri tjetër, mos me dal njëri ishte Qemal Keqiqi, andaj ka ana tjetër ishte Sula. Nuk s'kam qefi diskutuat neshin. Megjithatë u kthye tek Vllaznia. Si e tjetër ekipin në to vit? Fol Renata Radojs. Në atë periudhë kohët kishte shumë lojtarë të Vllaznia, ishte një brez lojtarësh të vjetër, edhe Renata Radoja, në ardhen e Renatës, pata mundësi në një kupë republiket, në pjesë dytë, me futi me lujt, edhe pra masa të sajneshë, unë s'kam dalë ma për informacionit. Shkodra e ka dash sportin, por unë mendoj që po të gjikohesh drejt, Shkodra të paktën duhet i kishte marrë një 5 kampionate me atë kontingent sportistash basketbollistas që Shkodra ka pas. Nuk duhet i hi kush ka kënd, të ka kënd, cili ka lujt, cili s'ka lujt, por grupi që ka kënd, se ka pas edhe grupin e mirë dhe marrëdhënie shumë të mira me njëri tjetrin. Çka është shumë e rëndësishme për një ekip. Kjo është shumë e rëndësishme. Homori ka kënd pjesë e ekipit, Sedra ka kënd pjesë e ekipit, Loja ka kënd llogaritet të shit të lush në Elbasan kujtoj një neshje që ju do të mu fitu se s'ban temperatura ishte 30 e sa gradë, jashtë luten, 10 mjesit, edhe mas i marrë neshja, me na e ndush najun se gati për në bitit fik për të zetit. Kanë shumë faktor që kanë nikun. Shkodra, mana, unë nuk du me analizu X-in ose Y-in, por do të them që në Shkodra ka pas mundësi që të paktën është dash në periudhën ati brezit sportiv me fitu 5 kampionate. Nuk para gjykoj kërkan, si a hum, te ka hum, ku shumi, por në pjesën më të madhe, në rolin më të madhe ka lytë edhe federata. Federata e basketbollit në Shkodër, për shembull, unë majmën që kur e kam lanë sportin, e kam lanë se s'mërshë 104 metrash. Dhe kulmi atë 104 metrash, në famshëm të normave, se mërshin 7% të aty në sportistave që ishin atje, por unë ishe në shkadranu doshe, janë, gjithkun ka kënë teoria bryllave. Me këpëtan, ka pas shok për shembull që s'kan lujt asi minut edhe kanë shkuja shtetit. Asi minut. Ka kanë kënë gjithmonë në ekip kombëtar. Ka pas për aty në që kanë lujt edhe kanë kënë, për shembull se më bajnë krasime, më thonë, më pyetën një ditë, më thonë, profesor, ke deboles veçan para gimfakun. Nuk është probleme se kanë deboles. Po është i vetmi basketbollist që është thirrur në kombëtarën e Europës. Ka marrë ftesë direkt. Është i vetmi basketbollist që ka shënu 43 pikë në kohë kur ka kënë 2 pikëshi. Pra ka kënë një lojtar që ka gjyjt larg. Për shembull, më falë se po përdori një shprehje kështu, Renata Radoja ta kam fshet topin. Ta kam fshet topin. Pra janë, gjithë se cili ka pas të vetit në lëshu. Por nga lojtarë që me kanë me të bujtes për aty, janë shumë emna, por nuk kam qef të hinë polemik me njerëzit, por mund dallojsha Kaseret Mushin. Një lojtar 1.94 që lutë funor për kohën, lutë ansor, lutë qenër, mund një sa mërdhëri, një funor i shkurt, po ishte gjithmonë vrap.
kena pas në ekip lojtarë që puna Agim Halitit, s'ka ditë me pushu. Ka pas lojtarë tjerë që unë i kam pas mundësin dhe breza lojtarës, breza tjerë që në shumë, për shumë në kohën në periull të kam njoftë që e kam pas kushi, kam malan mundësia, kam pas lojtarë që të kanë shënut, kanë pikat, që si dy vekshari, kanë kënë të rëvlezen, njëni ka kënë vlaj vogër, ka kënë trajneri të rive, ka kënë trajneri Zeneli. Ka fitu 2 kampionate Zeneli, me 3. Ka dalë këta... Trajnerë me fitu klasmanin për shumë vjetë. Për shumë vjetë. Që duhet me... Pra nuk kam qef me hinë në këto polemika se njerëzit si din. Për shumë, ty kotë për statistikë. Në një neshe pas të bëhet të rishë, si dy vekshari ka bëhet 64 pikë. 64 pikë? Në një neshe me Partizanin. Së din kush. 64 pikë. Edhe ka ka një gjujtë shumë i mirë, pa e fati ti... Edhe ndaj Partizane? Ndaj të rivet Partizani. Pikërisht, mund që ndodhë në një kipi ndodhë të ti për 60 pikë. Janë, për shumë, ka rase që ka një lojtar i Durrësit, një Niko Provkola. Niko Provkola kishte çdo neshe 36 pikë, 40 pikë. Pa ama në Durrës, ku në tjetër jasë, si a fute për tabelat e Durrësit 100, aja kishte mësua se punë, t'ja fute për gjysë fushat e mroja. Shku që kanë kënë shumë gjane në atë kohë që në shumë. Për shumë, unë kam pas fatin të kemë 2 djema 6, që janë marë me sport, të 2 kanë kënë trajnera, njëni ka kënë mësus matematiket, tjetëri ka kënë histori geografi. Edhe ai që ishte mësus matematiket, u ba ma vonë edhe trajneri ekipit femnave, Walter Kalaja, se duhet ja kishtë një gjuzë zonë. I Walter Kalaja, që kanë truar i marë të sakosh, ishe edhe shefi klubi Vllaznia. Ishe edhe shefi klubi Vllaznia, Gjelali, i vllai Walterit. Edhe arbitër më vonë. Edhe arbitër, edhe trajner më vonë. Edhe më trajner. Pra, në basketbolli, Shkodra e ka dasht, e ka njek, e ka respektu, por fatkesisht nuk e kanë marrë ata që kanë derë djerës. Mas më pëtë më tepër. Të mirat materiali kanë marrë tjertë. Lu Brylesh edhe tek basketbolli? Pa tjetër, gjithkun ke fush. Fusha hapt. Që që njëru në jetë, unë më runë shumë ashu në njeja, në respekt, për shemull edhe shumë gjana, për shemull, kam pas një trajnerë se s'kam qef me dhënë emin. Prej Thasmill, në rote, prej palka mërtora, bicikletet, në rote. Nuk kam qef me dhënë emna, po shumë gjithë ka kene shumë i fshirë. Me gjatë kur erdhët tek Vllaznia, tha që gjithët edhe disa nga shokët që kishin i parë dikur në femëri. Lorenz Mosi apo ndonjë tjetër e gjetët tek ekipi. Më ke prek në një pikë të dobët. Fatkesisht, Gjergji në periodën më të bukur më qohet mishi kokër, se ne kemi kënë një treshe, unë, Gjagjëja dhe Lorenci. Gjagjëja Hidajet Kotri. Hidajet Kotri. Jena mësu me thonë Gjagjë. Edhe në atë kohë Lora e vraj gjunin dhe lujti pak. Lora ka kënë një djali veçantë, edhe me qimolla rasi, kujta edhe një moment shumë veçantë me Lorën. Kemi shku në shpit Loras, edhe Lora i ka ra violincë. Hangë me pime, najme dherë në vonë që i kishim. Me po gjani isha aty më marrë gjithë gjanë. Edhe jati kishte me të ngushtë. Me ratë violinën, fillume me këtu dherë në zbardhën. Kjo ka kënë shushnia. Respektit, dashnia. Pa, unë vlaj Lorës, vlaj Korabit, vlaj ti, ka kënë shoku jem. Për shumë, për në të marin Shesani dhe në së mund të harre kur.
na kanë shoqënuar çdo herë në Pallac Sportit. Çdo herë kur ikëshin me autobus ata hapshin pëlqyer në të parë. Pra janë kujtime që të mesin, pra në thash nuk kam qef shumë me se fillon njerëzit besoj se më kuptan, nuk i kanë... Për shembull, unë isha kënaqësi për shembull kur se unë se kam pas fatin me marr babën e herë në Pallac Sportit, se më ka hup sy. Edhe unë kisha kënaqësi kur shifsha prindët e tyre që vishin në Pallac Sportit, një çift zotni, prind tjerë kur vishin prind. Pa ma i kishim ish, kur bërtite baba një shokoton, një Ali Bajri, baba i Medi Bajrit, kur bërtite, na u dukte si një nim. Pra kanë qenë tifozët që e kanë dash Shkodrën, kanë bërë gjithë shka për Shkodrën, njerëzit e kanë dash basketbollin në Shkodrë, por unë mendoj që Shkodra në atë periudhë kohët pse një, si me thonë, kriza nër trajnera. Krizë trajnerash. Nuk kam qef me thonë ka fitu ky, ka fitu ai, ka humbë ky, por Shkodra pat krizë trajnerash. Dhe pikërisht nga kjo ka vujtur. Ka vujtur. E kur përmendin X-in ose Y-in, unë nuk prononcohem, për vetëm në arsye se unë e di se sa vlerë ka pas njëri, sa vlerë ka pas tjetri. Se është koha e propagandës. Propaganda i myt gjithë. Edhe nuk dihet. Për shembull, ti sot e mora vesh që për shembull filani ka një në shënuesit më të mirë. Pikërisht. Trit. Pra, ti sot për shembull, unë po them me kompetencë, ka një basketbollist shumë i mirë, kur them shumë i mirë, që mund të jetë afro Fakut, Dhimit e Taçi. Por, ka një hije në atë periudhë kohët. Ka një lojtar shumë i mirë. Edhe sot është në hije, sepse ka bërë një ftesë për të ardhur në këtë emision dhe edhe sot në hije. Nuk ka dëshirë të jetë asnjëherë në skenë. Midi se unë e thras Midi, ka qenë një sportist shumë inteligent, shumë i përgatitur, po mi gjitha një djalë shumë i mirë, i mrekullueshëm. Edhe i vllai tjetër që ka qenë Elbidër Mili, i mrekullueshëm. Po ka qenë po marr një shembull krethesh, se sot njerëzit flasin ky tjetri sakrifikon, bani njëri tjetri. Ka pas njerëz që kanë punuar Gjergji. Kanë punu me dëshirë, kanë punu me vullnet, kanë punu me pasion, në ata fushat me balë, në ata fushat me dhejtëzes, kanë dalë, për shumë përmend e parë një Mondrasha. Mondrasha ka pas një pasion, se unë nuk e thras mund, e thras Cruyff. Se ka kanë shumë i shpejt në atë periudhë, Hollanda ishte mirë, dhe nuk ka me të qysha të herë i thamë Cruyff. Nuk e thras mund. Edhe me një pasion të jashtëzakonshëm për sportin. Me një pasion të jashtëzakonshëm. Unë se kam atë pasion që ka i për sportin. Mi pa, kur në hynë disa gjana tjera, duhet në edhe kushtet, për shembull. Për shembull. Në atë kohë, kur unë kam lidhë basketbol, gjë vogël ka kenë, por një gjimnazist, prej të rive, dy gjimnazista prej të rive, i kanë fut me hangër bukë, ushim se është... Dhe ka qenë privilegj. Ajo ka qenë privilegj, ka ardhë me ne, për shembull, në plazh, ka ardhë me ne në razëm, pra kjo është qujt privilegj. Për shembull, është qujt privilegj. Dhe se, madhëra ma vonë, që unë se kam pas fatin që ardhi që u aprovu me kënë profesionista, nuk kam më shoh, por në atë periudhë kohët në kena sakrifiku shumë. Erdhi viti 81, kupa parë. Emocion. Ju dolet kampion në Partizanën, por besoj nuk keni pas njëjtat emocione si tek kupa në Shkodër. Emocion, Gjergji. Ma tepër zi që në them, me sportit t'jep emocion. Por, kur kujtojt e shi disa gjana se i kthehesh njëro, kthehet në asho, kemi qenë shumë shok. A mund në përmendesh 5 kryesore, por edhe të tjerët e të viti? Unë mund t'i përmendit tonë, Gjergji. Patyshim. Po nuk kam qef mu fut në këto se mund të harraj në një, edhe më thot, si më harraj mu. Më kupton, si më harraj mu. Po,
Mirë është që të kemi protagonistët atyre sukseseve. Ndoshta mund të harroj një, po gjatë bisedës mund dalin ato emra. Ti ke fotografia, Gjergji ishe fotografia dhe në rregull. Kush ka qenë pesja parë, besoj e mend. Pesja kryesore e kampionatit dhe e kupës. Me të thënë drejtën, nuk e kujtoj tamam. Me keni sinqert, nuk e kujtoj tamam. As pesën e parë njërës tjetër, as pesën e kupës në Kishte shumë konkurrencë, kishte lëvizje? Lëvizje. Për shembull, i ditë me të ecë në rrugë, takohë një baseballist, një shok të min, edhe Miguel Gjonin. Me po, që ditërisht nuk e thira me emën. E thira me emnin që isha mësu me thirë në stërvitje. Edhe ai nuk më thirë me emën, më thirë i daj. Po, kena kënë shumë miqë. Këtë ditë them, fatkesi prapë të them, në Shkodër nuk ka pas trajnera. Kësaj bivis. Shkodra ka pas mundësin me dalë kampion. Të që llogaritë shpesh ka kënë një ndeshje që do të them edhe pak për humor në Tiranë. Lushim me Tiranën për ndeshjen kupet, edhe do delshim finale, kush delën finale, do lushim me Tiranën, nuk e kujtoj vitin. Edhe shkëndoja me shtesë. Gjithë Karaj Albitër. Fitojmë na, dalim finale na, shkën Buja Shehu me dhanë dorën Gjilë Karajt. Dhe i thot, Gjilë thot, për lojen thot, bravo qoftë, lojen e rregull. Në shtesët, Gjili kthehet Bujarit i thot, për lojen mi pagun djetat shteti, për shtesën s'ma pagun. Dhe, që them, janë vitet bukra, ku unë nuk nalem, për shembull, Rafik Vorpa ka qenë një lojtar shumë i fuqishëm. I po arritshëm. Na dash me hangër brylla shumë për me baj kosh. Me hangër brylla shumë me baj kosh. Tash Marin Shësani ka qenë një gjyqë shumë i mirë. Mikeli ka qenë shumë i shpejt. Gjazhe ka gjyqë jashtëzakonisht mirë, ka mbrojt mamjes së tonë. Agimi ka qenë raket. Medibajri ka qenë shumë i fuqishëm. U bate një ndeshje kontrollit që me qenë të lytë me një ekip tjetër. Si shte ku me do. Bile sa për kuriozitet, para kupave, vishin trajnerët që ishin caktuar mësuesa, për shembull, një figurë e basketbollit, një trajner i basketbollit, një profesor Esati Haxhi, Mohamed Sokoli, Frederik Bianco Albitër, me kujtohet Bebdelia, vishin mashin lojën 2 albitra, këto tjerët mashin statistikat që u përgatitëshin para një aktivitetit. Pra, ka pas një rregull ndryshe, me po ardhi koha që ndryshunën shumë gjana, basketbolli më dhëna filloi periudha e demokracisë, u hoq që ti e din më mirë se unë. Ndryshon shumë gjëra pastaj. Ndryshon shumë gjëra. Megjithatë, tek ikën shumë lojtar. Padyshim. Keni fituar kupën në vitin 85. Përsërit njëjtat emocione? Apo ajo para mbeti më shumë në mendje? Kur e fiton qytet tonë është gjëja më e bukur. Ajo ka qenë një kupë
ma mirë me thonë, ajo fitore quhet, se djerësën kënë derë dhe mund me sakrificë servitje, po urrahen 2 fitume na. Besoj se më kupton. Nuk ka ndodhur te kampionati, sepse do ishte bukur të rrashin 2 tjerë të fitonin vllaznia kampionatin. Po kjo nuk ndodhi asnjëherë. Stolli asnjëherë se është fatkeqësi për na një figurë për shkakun që unë respekti moshës, respekti asaj tjera. Feti Burova, 20 vjet trajner kombëtaret. Unë nuk mund ta gjykoj, Por duhet këtë të tjerë. Ja, kush ka fitu? Ai që ka fitu titullin kampion, ai që ka fitu kupën. Trajner. Fiton trajner me trit, ose ti shko me trit, ai që ka fitu titullin. Jeta çka tjetër se prandaj thash nuk kam qejf me hiq. Duke qenë trajneri i Partizanit, trajneri i kombëtarëve, tash po dash një favorizim. Deri 7 lojtarët e kombëtarja. Ja, ai ishte trajner me Dinamon. Me Dinamon. Po Dinamo ishte më fort se Partizani. Dinamo ka qenë më fort se Partizani. Është qujt në ndecë Dinamo. Ka qenë në ndecë. Besoj se më kupton. Çdo lloj sporti është Çdo lloj sporti. Është në ndecë. Edhe quhet edhe sot madje. Edhe sot Dinamo është ashtu. Për shembull, që Tirana për shembull ka pas një ekip kaq modest. Po të më krahasosh me aty ishte. Aty. Kur vite puna, se në Gjergje, unë kam pas një parim gjithmonë, e kam pa lojtarin kur lët përballë njëri tjetrit. Se për shembull, ka shumë emnat maj, që thonë nuk kam qef një vlerësu njëri ose tjetrin. Përmenda parë një Sonor Dheri, kur ka luajt me Jugoslav Partizani, ka qenë një lojtar që pa të fitu, po të shim nuk më ashtu kujtohet emri i tij momentalisht, Slavnic. Edhe kur marrë ndeshja, i dha dorën Sonor Dherit. Bravo qofta. Kam shëtit boll, po mbrojtës shu. Po Sonor Dheri ishte të nditën servite, se ishte në institut fiskulturës, s'kishte punë tjetër, u marrë të matë punë. Ishte, në kuptan, ishin favorizum. Unë deshën punë nade. Ju një që kur fillohem mësus për herë parë, ju një që në Elbac, në shu, prej Elbac bashkë gjysë me shumë e biciklet, prej Elbacet shkoqe, do të vishe mas dite, kisha mësim mas dite, do të bashkë 3 orë në Shirok. Hate shkën në servitin 6 gjysë darkës. Besoj se më kuptan. Ka kënë sportin atë kohë, a bëha sakrifis, po të ka majtë qyshnjët, ka majtë respekt, ka majtë dashnjët, ka majtë sedra. Për shënë nësë kena dalë kur në darkë. Shta ke pa në darkë. Se, kanë thonë tifozët, si ka dalë kë? Ka neshe nesër. Gjë që nuk ndodhë sot. Sot, në absolute. Ne kena ditë vënë e ku kanë najtë tifozët. Dhe keni shpa nga trupë. Por se në Shkodra ka kënë gjithmonë pjesë e humorit, jo vetëm edhe sportit, e artit, e kulturës, e tanave. Këtë s'ka dalë e shprejë që ka Shkodra se ka bota. Këtë nuk ka dalë. Por Shkodra ka pas humorin një gjitha, mbilshin tonë. Për shumë, një batut e fuqishme që se haraj kur në Kalibop të unaj, në kishte pru një letër futbolit që kishte humë me flamurtarin. Një letër i thonë të falushit, te fitume, në kanë fut në arkival ku në kanë prunë. Pa ti, tefa, ma bini mua të letën, i dzeri kamat që sipër edhe i shkun poshtë, edhe dekun me kënë në ju mujnë. Shkodra ka kënë pjesë e humorit, Shkodra ka kënë pjesë e barciletave, pjesë e muzikës, pjesë e artit, pjesë e librit. Përmendet tifozët, sa të rëndësishëm kanë qenë për Avenir Kalan, tifozët në ndeshje? Unë në rrësh konsideratën më të malla.
rruj konsideratën më të madhe, për shembull, kanë në këshim futel një pikë që ishte një mësues fizikulturët, burr i vjetër, se edhe unë kam arrit moshën e tij sot, edhe kur e kujtoj, s'mund ta imagjinoj që unë qohën tribunet bërtas, kur bota në pa drejtësi një me ta shikja. Nuk mund ta imagjinosh një burr 7 vjeç me flokë bardha, mos me shak kur arbitrin, vetëm me thonë ke gabim, me vërtet me shumë pasionin e shpirtit. Edhe kjo ka qenë shpesh konoll me ne. Me ne konoll shpesh. Për shembull, ti po ngulkom edhe unë po them, shumë shpesh Renata, kur ka qenë trajner Renata, shpesh a dosh me marrë titull. Si e tek, thonë ka marrë titull filani. Po mendi shpesh Renatën në këtë bisedë, po në fakt historiat me e treguar nga vetë profesor Renati tregon që edhe nuk e ka dashur trajner. Nëgja, ka një problem. Njerëzit që punojnë, njerëzit që i dojnë, njerëzit që kërkojnë e kanë vështirë. Renati nuk ka pas qef me kanë violin me pushtetin. Renati, unë jam dakord që Renati ka qenë të shumë, unë patja vetëm një shembull kur unë e kam pas mësues Renati. Cili mësues sot del, vizon fushën në 7 sati, vizon fushën, e ka lanë sportin, edhe del bën gjujtje dhe i merr edhe fëmijët aty, i fut me lujt për qeft, derisa të binë zile në orën 8. Ma thuj ti mua sot, unë 70% i kam miq, i kam shok, s'kam qef. Unë i shoh. Kanë histori tjera sot. Ne, sot. Se për shembull, unë thash parë, kujtoj si fëmijë, një mësues fizikulturët e në aeroplanin, model. Tek shtëpia e pionerit. Tek shtëpia e pionerit. Kam punu në shtëpi pionerit, prandaj e di. Kanë zjarë shumë sportistë nga ajo shtëpi. Kam punu te shtëpia e pionerit. Prandaj e njoh mirë se kam punu mësues te shtëpia e pionerit. Kam bërë orë e basketbollit te shtëpia e pionerit në periudhën kur kam qenë sportist. Edhe e nërës të aeroplani nuk dite kur fillon dita, kur marrën dita. Nuk e dite, sinqerisht nuk e dite. Pra, pse shkote u fute aty, Marte i thote ka kënë se ti nuk ja ke arrit, Gjergji, ajo ka kënë një ndërtes shumë e bukur, në ta në anë ka pas lule, mrapa ka pas 2 fusha, një fush basketbollit dhe një fush voleybollit. Në periudhën që unë kam kënë mësues aty, ka kënë një voleyboliste, Liza Noci. Ajo bate voleybollin, unë bashe basketbollin. Edhe ka kënë sa isha aty të mushnit me frym, ishin ton lule, atë kopshte mashin 2 vetë që kishin pasion. Dhe çuditërisht, asë një fëmijë nuk put të lule pa leje. Çuditërisht. Aty ka kënë një që ma vonë, anë e mojmen, ka kënë një mësues që vizatimit, që ma vonë, unë e kam pas edhe mësues në shkollë 17 i jepte mësim aty, piktur, sa i thoshin humor, Angelini nuk nin ma. U këthy Angelini i tha, jo, unë ni, tha, po kam qef që ju të punoni. Kishte Angelini do të masej, piktori. Avenir Kalaja dhe Kombëtarja. Për herë parë jam grumbullu në Kombëtare në 74-shin. Kur ishin pjesë e Partizanit? Kur jam qenë pjesë e Partizanit. Mrapa jam grumbullu disa herë me grekt, prep në tinë, me Gjermant, kam qenë grumbullim, pas një herë s'kam shumë. Arsye biografia, apo? Ja, s'ka pas punë biografia, preferencë. Preferencë. Pa. Pra e thash,
është pak vështirë me shumë. Se për shembull, ka pas sportista që e kanë merituar para shumë njerëzve. Pa nuk du me hi aty jena në hapat e fundit. Pra keni grumbulluar, por nuk keni lutur asnjë ndeshje me kombëtaren? Asë një ndeshje, vetëm 2 ndeshje miqësore kur kanë ardhur kosovarët, edhe kur kanë ardhur argjelianët në Shqipëri. Për të tjerat, ja. Në tjerat, ja. Do me kënë me vllaznin kur kanë ardhur grekt këtu, që kanë ardhur, që kanë luajtur edhe me kombëtarin edhe me vllaznin, me kombëtarin atje ka luajtur Refiku vetëm, se kena kanë të 2 bashkun edhe Refiku, ka luajtur Refiku janë 7 minuta, as i bash fjalë, ishe vendosëm. Për shembull, Refiku i bate 3 në shtëpinë, kur vite fundi lutet tjera kush. Do të vit ndoshta pak me qef. Ishte mbledh kombëtare në Durrës. Edhe thonë kena bëjnë ndeshje kontrollit me Durrësin. Edhe shkojnë në Durrës. Aty ishte një lojtar për Elbasanit, Bes Qela, ishte edhe një lojtar prej Keno, të shi nuk e kujtej luajtë me studentin ai. Edhe shkojmë luajt në Durrës pas sportit Durrësit. Durrësi ishte komplet, në atë kohë ishte në Sretreka i grumullum që luajte me Durrësin, ishte i grumullum ashtu, me kombëtarin, ishin vetëm 3 pra 2 shkodran, një Elbasanas, edhe në Sreti që ishte prej Durrësit. Edhe trajner Feti Borova. Në rrahi Durrësi. Do të them, aty s'ka kanë mungu vetëm 2 lojtarë. Mojmen në të meshë, mojmen, Gjimfagu nuk ka kenë Gjimfagu, edhe Nikoja që ka kenë me provime diqa. Pra, me në se, e kush në rraj? Në rraj një lojtarë, me tabel, pum, ta fundorë që mu ishin me majtë, edhe maraj loja, se, dhe për shumë, unë, po të mbësish për trajnerat, mund t'jap mendim, sot, edhe në të periukohet. Për shumë, për mu trajner më i mirë i tana konave që kam pas fatin me punumet e me shu, ka kënë Konstantin Këtona, një njës shumë i mirë basketbollit. Që në fakt nuk është patën publikisht, nuk është ndërve të mirët, por ju ka pëlqyer për mënyrën se si ka punuar. Mënyra si ka punuar, njës shumë i mirë basketbollit, por kishte një fatkesi, ishte Rumun me origjinë, edhe nuk preferojshëm. Cili mendoni që ka qenë trajneri më i mirë? Është pozitë e fshirë, Gjergjit, nuk kam qef të prononcohem për këtë moment ati pse, se dikush ka fituar titull kampion, që për mu nuk ja vlen se i ka marrë tjera kush atë titull kampion, ai që ka pas mrapa. Nuk i ka marrë ai tjetëri. E për shumë, unë e them pa frikë se kam problem. Petit Osmani, për shumë. Nuk ka nej merit Petit Osmani, merit kanë ata që kanë lujtur. Dhe për shumë, 2 basketbollista që i ka pas Zener Vekshari. Se të shqipflasim pa ashu, Sokol Kajrën e pa rriqëm. Vedar Gjeqaj. Mikel Gjoni, të tjerë më ka vëzaj. Merë, të shti. Pra, për shumë, se po më detëron të flasë. Ka trajnerë që janë hije, dhe si thët kush të lumshin durët, ka trajnerë që dinë me ndaj vetëm tribunë. Që se mund të daj kështu. Mi po thush të vërtetën, i rëndon njerëzit. Po sportisti më mirë me cilin e stërvitur në tek vllaznia, kë mund të vlerësosh në ato vit karrierës tuaj? Sportisti më i mirë. Sportisti më të mirë, që mendon që ka qenë ndoshta më i miri atyre viteve të karrierës tuaj. Apo ndohen Gjergji, se ka pas sportista që kanë qenë fizikisht shumë përgatitur,
Për shembull, përmend Agim Halidin s'ka pas zek nënët me zën prap. Ka kanë raket. Agim Halidi ka kanë raket. Fundit Sokol Kale, pastaj Sokol Kale ka kanë se të shih pavarësisht se koha. Duhet Sokol Kale ka kanë një basketbolist modern. Sokol Kale ka kanë basketbolist modern, është brez tjetër. Erdhi një brez tjetër basketbolist tash. Për shembull ka kanë një Damo, Beqej, Rama, e Mema, Tan Mema, ishin lojtarë për 1-2 metër që lushin me topin. Mune edhe me pasdash me metri blu topin, bile ne herë për humor, kur talëna me një tjetërin, thojnë i ke thonë 2-3 herë ty në bile me topin, ose po e bi vetë. Më këtën, për shumë, po na kena pas pjesën më të fuqishme, më atë që në ka motivu më tepër, ka kënë Zevgjoni në atë periudhë kohët. Zevgjoni mund të ketë shah, mund të ketë bërtit, por ka pas shpirtin e Zevgjonit, ka kënë një shpirt i të mërshëm luftar, mund të them po frikë, deri në marri. Shpirt luftar ke transmetoj pastaj tek boksi, me sukses të tjerë tek boksi. Zevi ishte o do të fitote o zbanë mërë burë. Kënë lutur edhe me Korab Lazanin, edhe me Marin Shëstane, janë emra të fillimit viteve 80. Kam lutur edhe me Korabin edhe me Marinin. Korabi ka kënë një sportist i periudhës që atës saj periudhës që thash i takon brezit të basketbollit modern. Marini është i dy kohëve. Marini ka kënë një lojtar shumë i shpejt, por nuk ka shumë sy Marini, se Marini ka luajtur shumë për të tjerët. Ka kënë një lojtar shumë rezultativ, por më tepër ka luajtur për shok se sa për veti. Kush ka qenë kundërshtari më vështirë i Avenir Kalas në fushë? Çaçi. Gazmen Çaçi. Legjenda e Partizanit. Legjend s'mund të them se pas Hagim Pavlov. Një gjë, ai gjithkush ka mendimet e veta. Legjend për shembull se mori gazi kur që për vetori Renatos, legjend tha është Vasëshaka. Atë që unë s'mundem me thonë se është Vasëshaka, as s'mundem me thonë se është Kujtim Kasmi. Respekt për moshën. Por Gaz Çaçi ka kënë një basketbollist shumë mirë dhe merit ka Agim Faku. Ben Faku ka për Gaz Çaçin. Ben Faku ka servit Gaz Çaçin. Gim Kozeli ka servit Gaz Çaçin. Ishte e vështirë ndaj Gaz Çaçit të luajë në tabelë? Po, ka pas në atë periudhë kur ka kënë Çaçi, kanë kënë lojtar, 3 lojtar gjatë. Ka kënë Medata Golli, që ka kënë 2-4 gjatë, dhe ka pas Partizani në atë periudhë kohët ka pas edhe një lojtar jo i shkurt, po i gjatë, që ka luajtur në ansor, funor, një ose ma mirë me thonë Pierin Rakeli, një lojtar shumë shpejt, por truni asaj skuadrës ka kënë atë Terihati. Cili është momenti më i mirë i karrierës sportive të Avenir Kalas? Atë që konsideron ndoshta kulmi i karrierës tënde? Kulmi i karrierës teme është vetëm kur kam fituar me Vllaznin 2 kupët e Republikës dhe kur kam marrë një kupë në Spartakiat të ushtërisë, në Spartakiat e 3 të ushtërisë. Momenti më i vështirë i karrierës? Momenti më i vështirë mënyra se si e kam lënë sportin. Në vitin? Në vitin 90, për të keni saktë. Mandena jam shkut kretë nga sporti, edhe se dolen jo se kishte basketbolin në atë periudhë kohët, se ishin një pres shumë i mirë, lojtarësh, por unë ndërtu në situatat ashtu dhe... Ndryshe.
Çfarë titësh gëzon Avenir Kalaja? Titull sportiv, çfarë titull sportiv keni fituar gjatë karrierës tuaja sportive? Mjeshtër sportit vetëm. Vetëm mjeshtër sportit. Vetëm mjeshtër sportit, edhe ata e kam marrë kur kam lënë sportin. Pas lënies së sportit. Absolutisht asgjë. Absolutisht kurrë. Nuk jam më shumë. Vetëm mjeshtër. Sot shumë ish basketbollist gëzojnë titull mjeshtër i madh, pension të posaçëm, ndoshta edhe nga prania e kryeministit në atë funksion, me që ka qenë dikur basketbollist, por Avenir Kalaja nuk e ka asnjërin nga këto tituj, as pensioni i posaçëm, as mjeshtër i madh? Mjeshtrin e madh e ka lënë presidenti. Dhe në atë periudhë që u shpërndanën në kile, ngojnë i lirë mec, s'kishte vlerë. Unë kujtoj të madhin Rikard Larja. Madhin Rikard Larja kujtoj me shumë ashtë, thot, që duhet më këtë titull, thot, kur e kanë marrë tanë. Edhe sot, pas pak ditësh, mbushni 72 vjeç. Edhe sot, vazhdonin të stërvisni një fëmijë. Ka që madh është pasioni i Avenir Kalas për basketbollin? Me keni sinqert, është i madh edhe ekonomik, me pensionin që kam. Për keni sinqert. Si anakonomike është, por nëse nuk e ke pasionin këtë moshë, besoj që... Pasioni është aty kur kanë vlera, sot s'ka vlera. Së respektohet puna kërkuj. Je i lumtur për çfarë ke dhënë basketbollit? Më vjen keq që nuk mund të kthej gjanat mrapa. Çfarë do të kishte ndryshuar, po të ishte kthyer mrapa? Po të kishte ndryshuar mrapa, do të kishte pas mundësi me ndryshuar shumë gjana. Se për shembull kur shoh që te biblioteka rrin qejt, te biblioteka Shkozës rrin qejt, kur shoh që në orë të mësimit në program të atletikë se kanë hek atletikën komplet, shumë gjana e kishë ndryshu, por ka ndryshu shumë gjana kryeministri. Ka bëhat tonë ata shkollat në Tiranë, me të pas se zë shpirtimi po, basketbollit ka deri në përmet kanë bërë palestrat shumë bukura, deri në përmet. Por Shkodra? Shkodra i shohë me shpresë rrim, i shohë Shkodra kanë në ardhë me ba, që për shembull lagjën teme e ka pastru, po s'mund ta hekun dhomin e 30 vjetëve. A dhomi 30 vjetëve. Një keq nuk flas me politikë, sinqerisht nuk flas për politikë. Emir Vllazni, çfarë është për Avenir Kalan? Këtu Vllaznia është e madhe më të Gjergji, po Vllaznia nuk më pëlqen ajo Vllaznia kur shkon atje në Pallat Sporti, sheftohen lule diellit, tu shoh, tu bërtit, tu gri, nuk më pëlqen ajo Vllazni. Nuk pëlqen ajo Vllazni kur lozin 3 huj, 500 fasjanin për aty në aty që janë. Nuk pëlqen ajo Vllazni. Nuk pëlqen ajo Vllazni që ka një jetë tonë, një brez tonë që si bjen më në kërkuj për kërkën. E kanë monopolizu disa njerëz edhe ajo Vllazni s'më pëlqen. Për shembull, se Vllaznia ka një mundësi me financat që ka, me bazën ekonomike që ka, s'ka nevojë me marrë 3 lojtarë të huaj. Merr një për smarit. Ka krijon mundësinë. Një po, adi është ndasëm të nënej që i paguën paret. Jeni nostalgjik për Vllaznin e kohës tuaj? Shumë. Shumë se shaf pallatin e mbushën kur. Kam shkuar në pallat, kam pa 20 vetë të hanë lule diellit. Si ka qenë Vllaznia e Avenir Kalas? Ka qenë një vllaznie e bukur që i bënte për vetë gjithë? Gjithë. Llogaritë para se me shkut ka dhoma mrapat që te pallati i sportit, njerëzit na thënë na përqafoshin, na jepshin dorën, na jepshin kurrajo. Na ishe në gjë, por të përmenda një neshje që të shu, por atë emocionin asaj neshje nuk mund të përballosh asë gjenë vetëm në embli, po të shkosh. Çokolatët që janë hellë në atë neshje me 3 lojtarë nuk i gjenë kun, po se shpirti, ka full shpirti në atë moment. Por si neshje tjera, por shpirti, tifozdeku, ka keni i jashtëzakonshëm. Por nuk mund të ri pa përmendë disa njerëz që i kanë shërbyer sportit. Pikërisht. I papërtueshmi, i tona konave Zidi Çopa. Ishte basketbollist, mjek sportiv. Mjek sportiv.
Luiz Gazulli, tanë kohën dispozicion të fillu të Kani Sportak e Pallati i Sportit. Vitor Kumria, tanë kohën Pallat Sportit. Infirmier. Mane mund përmendni vetëm një prej punëtorëve të fushë që ka kënë i jashtëzakonshëm 2 punëtorë fushët në Kan Sportak kur lushin me të rit në të dhejnë e zezë, Cuf Hoxhen, edhe Qemal Kuplikun. Të delish në 2 sati, 1 sati, të lagish fushën, të avizësh, të frysh topat, se ishin topat me 3 llapa, se ishte mrekullime, mos me pasi top me shu, me nërë kanë kënë njerës, jo po kanë marrë rogën, jo mas është probleme kanë marrë rogën, kanë pas pasionin, se ata rogën do të mërëshin gjithësësi. Kujtoj, për shumë, të shkolla i zënë nënore, i mrapa, ku lushin të rritë, ishte tribuna plot. Dhe s'ka si t'in me bukur kur kje tifozin afër. Si u datë që sot shpyt kush... Ma përshkruj me një fjalit vetë me vllaznin. Dritë emocion. Dhe kështu do të bëjë gjithmonë? Gjithmonë. Mendoj që ka për të shkëlqy dikur. Jam i bindur se ka vlerat mëdha Shkodra. Thash parë, Shkodra ka vlera shumë të mëdha. Unë jam shkodran i keq. E du qytetin, e du shumë, ndoshta edhe kritikoj për disa gjëra, disa njerëz, nuk i vjen mirë, por duhet jetë vendin karrigen ai që e meriton. Halos kam gjetë me të një korrik ai që e meriton. Shpresoj të vijë moment. Vijë moment. Për shembull, unë qaf, është bëjë punë e mirë, me rrugën, me pallatet që janë shumë, qaf që ka ndryshu atje. Shpresoj të eksporti. Pa sportin, më ta. Sporti është mushni. Gjësëm nuk e kam për propagandë këtë, se mund të thojnë që je shok me Edin edhe e ke bërë për propagandë. Sinqerisht, në Shkodër ka ndryshu gjithçka. Tash unë nuk e në Shkodër në këtë periudhë kohët ka ndryshu gjithçka. Po presim sportin. Po presim sportin. Pallatin e ri sportit, po presim sportin. Unë po them po të kem mundësi, po të merrem të mundësia, unë s'kupi gjë. Sigurisht. Ja tham mendimet e mia. Për shembull, se nuk ka kënë keq kur ka kënë e shkolla sportive Gjergji. Gjë më mirë ka djarë shumë sportist. Për shembull, unë bëj servite me fëmijët të shkollës Xheradin Fishta. Është i paru pallati, ajo fusha, bashkëbaj kalqeton, tjerë. Por dikur shkolla Xheradin Fishta ka pas një histori, ka kënë shkollë e mesme. Sot ka me shkollë me 2 klasa. Është një domethënie tjetër. Se për shembull ka njerëz për shembull që kanë 20 vjet që janë mësuesa në gjimnaz. Kanë harruar. Ka rrezik librin se din më. Kemi qenë për gati mbi 60 minuta në këtë bisedë. Besoj që kemi kujtuar disa gjëra të bukura të karrierës tuaj sportive, disa emra. Vetëm suksese dhe do të them diçka. Kur të mendoni për me bërë diçka të bukur, mu vjen shumë mirë që ti ke punu, lollesh, nuk e di sa është përblehesh për këtë mund që i bën, se kam përshtypjen që ti ke punë pa pagume. Përmende, është pasioni. Pasioni, po pasioni duhet edhe më pagu. Se vunë ma vonë si punëhe me kur deli shtë benzin. E rëndësishme është që ta kemi pasionin e fort dhe të bëjmë atë çfarë duhet të bëjmë, derisa të mundin ta bëjmë. Faleminderit. Të falenderoj që ishe në këtë bisedë, shpresoj të kemi kuptuar disa gjëra të bukura të karrierës tuaje sportive. Të nderuar shikues, ishim në këtë emision të 58 me një nga emrat e shquar të basketbollit shkodran dhe shqiptar të viteve 70-80, zotin Avinir Kalaja. Do të takohemi sërish në emisionet e ardhshme. Natën e mirë.